Jemi rikthyer në studio tashmë për të vijuar një bisedë nga kuzhina ku ne testojmë shijet, produkte të ndryshme, tashmë për t'ju prezantuar me një linjë produktesh shumë interesante që ekskluzivisht në kompaninë Neranzi sjell nga ato produktet e veçanta në fakt, të tipit qofte gafore, salmoni tymosur e të tjera, të cilat Alkendi do të na i prezantojë së bashku me mënyrën e tyre të konsumuarit në përditshmërinë tonë dhe atë që ne marrim si benefit nga secila prej tyre. Alkend Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar Neranzi, këtë mëngjes në Vila 24. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Sanila. Mirë se erdhe. Është ajo linja e temave që ne kemi thënë gjithmonë, pra produktet e reja, sepse ka një gamë të madhe. Neranzi gjithmonë sjell nga gjithë bota marka nga më prestigjioze, siç kjo rast është dhe marka Vici. Nuk ka lidhje me Vicin mish, siç ne e kemi në gjuhën tonë, por është emri i markës. Neranzi sjell atë në mënyrë ekskluzive dhe kjo markë ka produkte nga më të ndryshme, meqense do ta bëj diferencën. E mora në dorë pikërisht për emrin në fakt, pra për emrin e kompanisë, për Vicin, për të bërë atë diferencën e fjalisë që ti përmende, sepse ndoshta në të folur në ekran mund të tingëllojë ndryshe, por ndërkohë që kemi salmonin e kuptoni që nuk ka të bëjë me mishin e Vicit. Po Alkend. Janë të gjitha produktet të ngrira dhe le të themi kjo teknologjia vitet e fundit ka marrë më tepër zhvillim dhe po përqafohet akoma më shumë, duke qenë se është një nga mënyrat më të mira të konservimit deri tani. Pra, në krahasim nga çdo produkt tjetër i cili mund të ngjeshet me aditiv, mund të ngjeshet me mbushës apo me konservant të ndryshëm, siç është benzoati apo sorbati etj, pra ato numrat E100 ca nga mbrapa apo E300 ca, të cilat janë vetëm aditiv, konservant, ngjyrues, modifikues etj. Ngrirja ngelet gjithmonë mënyra më e shëndetshme për t'i ruajtur ushqimet dhe Neranzi këtë ka si moton e vet që të sjellë jo vetëm produkte të shumta, por cilësi standard, prakticitet, por edhe siguri për konsumatorin. Dhe duke qenë se kemi një gamë të madhe me produkte dhe me qenë se nisem me salmonin, atëherë salmoni i tymosur është një nga ato produktet, po me qenë se këtë është një nga ato produktet i cili në këtë paketim i tymosur është dhe shumë i sigur për konsumim. Ndryshe nga salmoni crudo që ne jemi mësuar ndoshta ta konsumojmë në formën e tartarit, kur ai tymoset, le të themi, bëhet një trajtim shumë minimal, le të themi nga ana mikrobiologjike, duke qenë se ka një sasi të ulët, shumë të ulët të temperaturës, kështu që është akoma edhe më i sigurt për konsumim. Por nga ana tjetër, ka edhe ato proteina shumë të mira, të cilat edhe në paketimin e ndëshkruar, si omega 3 dhe vitaminat e grupit, siç është vitamina D, dhe diferenca e këtyre ndërmjet çdo produkti tjetër ushqimor, sepse ne themi gjithmonë konsumojmë omega 3 nga vaji ullirit, konsumojmë omega 3 nga faraçia, nga faralini, apo dhe nga produktet e tjera ushqimore, diferenca qëndron pikërisht në faktin sepse këto asnjëherë ne nuk i përtitim dot në mënyrën e tyre maksimale. Sepse përveç omega 3, të gjitha këto produktet e tjera kanë dhe omega 6. Vaji ullirit për shembull është një nga ato produkte ushqimore që patjetër është i pasur me omega, por ka dhe omega 6 në sasi akoma edhe më të lartë që është një oksidant në krahasim nga antioksidant dhe nuk e lejon përthithjen e acidit ynëror omega 3 dhe të gjitha acidet ynëror omega 3 në krahasim çfarë burime bimore në krahasim me ato shtazore vijnë në formën e acidit alfa-linolenik. Dhe ky acid duhet të konvertohet në EPA dhe DHA, që është acidi eikosapentaenoik dhe dokosaheksaenoik. Por kur prezenca e omega 6 është e lartë, atëherë këto nuk përtithen. Ndërsa në rastin e produkteve si salmoni apo çdo produkt tjetër shtazor, këto omega vinë në formën e EPA dhe DHA. Pra, gati nga trupi për t'u përthisur. E kuptoj. Kështu që rendimenti është shumë më i lartë. E kuptoj. Përveç salmonit të tymosur, marka Vici ka edhe produktet e tjera, siç është dhe salmoni fileto. Dhe në fakt unë këtë format e preferoj shumë, duke qenë se në brendësi të këtij paketimi, siç është dhe vetë paketimi, ka 2 fileto salmoni nga 125 gram secila, që është sasia le të themi rekomanduar për ta konsumuar në një vakt të caktuar. Kështu që ti thjesht e nxjerr nga paketimi, e ke një fileto salmoni gati dhe nuk e vret mendin sa do konsumoj, por e ke gati gjatë të racionuar. Pra, ai paketimi aty është për 2 persona, kështu që po, ose për 2 vakte nëse nuk do ta ndash. Ose për 2 vakte nëse do ta mbanin vetëm për vete. Dhe për dietë, salmoni është shumë i pasur me proteina, për një porcion të këtij paketimi ka rreth 19.3 gram proteinë, çfarë është një sasi relativisht shumë e lartë. Përveç salmonit, pra salmoni në formën e tij
crudo, në thonë se le të themi, edhe të tymosur. Kemi edhe në produktet të tjera të salmonit, siç janë qoftet e salmonit, poshtë filetos, po. Pra ato janë burgera. Vjen kështu, siç janë në, okay. Burgera salmoni, të cilat janë të le të themi procesuara dhe të realizuara vetëm me salmon 100%, pra pa aditiv të tjerë, duke përdorur vetëm ingredient salmon natyral. Një nga arsyet që ne zgjedh, le të themi bën dhe për zgjedhjen e markave të tilla, është edhe arsye e sigurisë të konsumatorit për mos të përdorur shumë aditiv të ndryshëm. Në krahasim nga marka të tjera apo nga produktet të tjera që në mënyrë komerciale dhe të gjerë gjenden në treg, marka Vici sigurohet, dhe Neranzi gjithashtu, sigurohet që të përdori vetëm sa më pak ingredient në formulimet e tyre, duke qenë sa më të sigur për konsumim, por dhe sa më të shëndetshme. Përveç qofteve apo burgerave të salmonit, të cilat dhe ato pa diskutim janë shumë të shëndetshme dhe nëse gatuhet në refrarje janë akoma dhe më të shëndetshme. E di dhe këtë merakun tënd. Pa përdorur shumë sasi të larta të vajit, kemi edhe qoftet e gaforeve. Një nga krenarit më të mëdhaja të markës Vici është përpunimi i peshqve të vegjël. Atëherë duket e çuditshme, pra ti po flet për qofte gafore, por po thua për peshk. Atëherë janë, le të themi, nën produkte të cilat realizohen nga përpunimi mekanik i bluaris së peshqve të vegjël. Dhe ndonjëherë këta janë akoma dhe më të shëndetshëm se sa peshqit e mëdhenj, duke qenë se gjysmajeta e mërkurit në këta peshq është shumë herë më e vogël se sa peshqit e mëdhenj. Pra, nëse marrim zinxhirin jetësor, ose mbijetesën e ciklit të botës detare, peshqit e mëdhenj hajnë peshqit më të vegjël, peshqit më të vegjël hanë thjesht, le të themi, alga mikroskopike apo cironka në thonjza. Dhe kështu, tek peshqit e mëdhenj, sasitë e mërkurit janë shumë herë më të larta se sa tek peshqit e vegjël. Por jo vetëm kjo, sasitë e acideve yndyrore omega 3 janë edhe vitamina D kryesisht, është shumë herë edhe më e madhe tek peshqit e vegjël se sa tek peshqit e mëdhenj. Pra, jo gjithmonë kemi nevojë të ham një peshk luksoz. Siç thuhet shpesh për sardele, domethënë, që janë edhe më të lirat nga peshqit, edhe më të mirat në të njëjtën kohë. Kështu që, po, ndërkohë vazhdojmë edhe po, sepse të gjitha kanë pak shumë të njëjtin funksion më pas. Siç e përmendëm për qoftet e gaforës, kemi surimin këtu. Po. Që marka Vici njihet për përpunimin e këtyre peshqve të vegjël, duke i sjell këto shkopin, le të themi, të gaforeve në thonjza, që imitojnë atë mishin e gafores, por jo vetëm, pra mund të marrë konotacion fjala imitim, po e kthej pak këtej për ta kuptuar se çfarë janë këto shkopin, që po themi. Pra përdoren zakonisht e sushit, nëse kemi ngrënë sushi, pra ato imitimet e mishit e gafores. Dhe të gjitha realizohen me këta peshqit e vegjël, por nga ana tjetër janë hipokalorike, të cilat kanë sasi shumë të ulta të kalorive dhe sasi të larta të proteinave. Kështu që për gjithë ata që bëjnë një regjim ditor që kanë merak për kaloritë, që në fakt nuk duhet të kenë merak për kaloritë, sepse duhet të kenë merak për cilësinë që konsumojnë, është një alternativë e shkëlqyer. Përveç produkteve të tjera kemi, pra meqenëse se gjozat. Po, gjozat. Pra po merr ato, po marr këto. Okej, po se kemi në limitet të kohës. Në disa variante, po. Atëherë, këtu kam gjoza me ricota, mozzarella dhe spinaq, dhe gjoza me perime. Ndërsa domate, çfarë ka tjetër? Salmon është tjetra. Okej, ka edhe pulon edhe djathin, ndërsa këtu kemi salmon dhe perime. Atëherë janë, le të themi, një version i përpunimit të brumit të pastave, por i realizuar një teknik tjetër që është një teknik kryesisht edhe aziatike, dhe janë shumë të lezetshme sepse mjafton të marrim nga paketimet që këto kanë disa copza dhe mjafton vetëm t'i ziejmë. Nuk kemi nevojë as të përdorim vaj, as të përdorim salca të ndryshme, as të përdorim pana të ndryshme. Ndonjëherë themi okay, pa një sasi të vogël të këtij racioni me makarona dhe pana, por në fakt marrim një bombë kalorie. Kur nga ana tjetër, formate të tilla, siç është edhe ricota, mozzarella dhe spinaq, është shumë herë dhe më e shëndetshme, na e lehtëson sepse në paketimet mbrapa, nëse shohim, janë vinë në këtë formë. Duke e bërë praktike edhe përdorimin e tyre. Vinë edhe në formatin e ngrirë, kështu që konservimi i tyre bëhet shumë i thjeshtë. Një javë më parë ne përgatitëm gjoza artizanale në studio me shefe Lulietën, kundër të tjera ishin edhe ato fletëzat, fletët e vogla, të cilat po aq interesante, ku ne mund t'i mbushim sipas dëshirës
ushqirës dhe të përgatishsim këto gjozat. Jemi në Ne minutë e fundit, besoj regjia do të na njoftoj edhe sa minuta ko, po besoj edhe një 2-3 minutësh duhet ta kemi, sepse Atëre, krepat 4 minuta është shumë mirë, kemi mundësi t'i përmendim pra me. Atëre, krepat ne kemi përmendur paksa edhe më përpara, janë krepat e gatshëm, të cilat janë shumë të hollë edhe standard në peshën e tyre, duke garantuar që çdo gatim të bëhet në mënyrë uniforme. Përdoret një recet natyrale, pra nuk janë, le të themi, recet industriale me shumë gërma ena mbrapa, por vinë, le të themi, edhe paksa në shije neutrale, nuk ka të intensitetin e lartë të aromave artificiale që çdo markë tjetër mund të ketë, por gjithashtu edhe garanton, le të themi, uniformitet në mënyrën se si ti ato i konsumon, por edhe se sa konsumon. Sepse një problem tjetër është sasia që konsumojmë. Dhe më duket mbaj mend, një nga këto petat e këtyre krepave ka diku te 67 kalori, pra në këto intervale që kemi përmendur herën e kaluar. Por nuk e kalon 100 kalori, kjo është sigur. Nuk e kalon, se duhet të bëhet një llogari. Ndarja, po, se duhet llogaritur sa krepa janë brenda për të bërë totalin e kalorive që ka edhe etiketa e paketimit. Kështu që është dhe një mënyrë interesante. Këto janë patate. Patate? Po, nga që janë të prera kështu si me forma edhe nuk po. Atëre, ne patatet le të themi Se të lezetshme që nga? Po. Janë patatet të ngrira dhe ndonjëherë ne patatet i keq, le të themi, i keq përdorim në formën e informacionit që kemi për to, duke qenë se mendojmë që janë të pashëndetshme. Por, në fakt patatet, dhe themi, konsumojmë pataten e ëmbël më tepër se sa pataten e bardhë. Por në fakt, si patatja e ëmbël, si patatja e bardhë, të dyja pa diskutim kanë vlerat e tyre ushqyese, patatja e ëmbël për të vetat, patatja klasike për të vetat, por e sjell në formën e ngrirë, ajo ka një benefit akoma dhe më të madh, sepse paraprakisht trajtohet me nxehtësi. Pra asnjëherë nuk vinë të patrajtuara. Dhe në momentin kur ato janë trajtuar me nxehtësi, janë kaluar më pas në shok friz, pra një shok termik shumë të madh në temperatura negative, që bëhet fjalë për minus 40 gradë, minus 45 gradë Celsius, ndodh diçka brenda atij, brenda produktit. Pra, ai amidoni ndryshon konformacionin e vet dhe le të themi nga kjo formë bëhet në këtë formë. Pse edhe kështu do. Pra, invertohet dhe bëhet një amidon rezistent. Pra, kthehet në formën e një fibre. Kështu që ne nuk marrim më atë amidonin, karbohidratin klasik që enzimat e pushtymës tonë zbërthejnë amiloz, amilopektin dhe më pas në maltoz, që është një sheqer më i thjeshtë që në arrit nivelet e sheqerit në gjak, por krijon një fibrë rezistente, cila enzimat tona nuk e tresin dot dhe gjithashtu nuk ndikojmë nivelet hormonale të tona, pra nuk rrisim insulinën, as nuk rrisim nivelet e sheqerit në gjak. Kështu që janë paksa dhe më të shëndetshme. Dhe një produkt tjetër proteinik që po, me shumë pak fjali do ta përmendim. Atëherë janë 2 fileto të peshqve detar, hering quhen në gjuhën e vet. Në Shqip është paksa e paqartë për ta kthyer, po, për ta gjetur terminologjinë e saktë, por janë peshq të cilët janë shumë të janë dhe këta peshq të vegjël, të cilët kanë vetëm 174 gram kalori për 100 gram dhe rreth 13 gram protein për 100 gram. Kështu që është një mënyrë e mirë për ta përdorur atë qoftë për të bërë ndoshta edhe krepa të kripur, mund të duket e çuditshme, por funksionojnë dhe ato. Mirë, po, ide interesante. Alken, faleminderit për gjithçka sjell në këtë studio, si informacione ashtu edhe prezantim produktesh të rralla, të veçanta, por që i gjejmë pa diskutim në tregun shqiptar në pikat e dyqaneve në Ranxi. Them se njëjtën kohë jetojmë edhe shëndetshëm. Faleminderit. Faleminderit kënaqësia që jemi. Faleminderit, ditë të mbar. Tani kemi një hapësirë publicitare.